Një konflikt banal pas mesnate brenda një lokali në Manës të Durrësit u përshkallëzua në përdorimin e armës, duke prodhuar 2 viktima. Ngjarja u shënua rreth orës 1:45 pranë një karburanti në afërsitë të qendrës së Manzës. Njëri prej viktimave së bashku me një person tjetër shkuan në një lokal dhe i kërkuan kamarierit të shërbente kafe. Kamarieri ka njoftuar se nuk shërbenin kafe në këtë orë pasi ekspresi ishte i fikur. Në atë moment njëri prej viktimave, identifikuar si Flori Paluçi, ka nisur të debatojë me kamarierin. Në mbrojtje të kamarierit ka ndërhyrë viktima tjetër Aranit Kurti, 23 vjeç. Pas ndërhyrjes së tij, Flori Paluçi ka nxjerrë armën e zjarrit dhe dyshoi se ka qelluar duke lënë të plagosur rënd. Në këtë moment, 21 vjeçari Daniel Pepa, i shpallur në kërkim, dyshoi se është kundërpërgjigjur duke nxjerrë dhe ai armën dhe duke qelluar dhe lënë të plagosur 33 vjeçarin Flori Paluçi. Të 2 viktimat kanë ndruar jetë gjatë transportimit për në spital. Policia e Durrësit, pasi ka parë kamerat e sigurisë, ka identifikuar autorin e dyshuar Daniel Pepa, i cili është shpallur në kërkim. Kamarieri i lokalit nuk ka marrë lëndime nga shkëmbimi i zjarrit, teksa policia ka shoqëruar disa persona në komisariat për t'i marrë në pyetje. Forcat e rendit po zhvillojnë kontrolle intensive në të gjithë zonën për kapjen e autorit të dyshuar, ndërsa po hetojnë dhe pisat e një konflikti të mëhershëm mes të rinjve, nisur nga fakti që të gjithë të përfshirët në këtë sherr janë nga Manza.